pari i marrim me radhë. Produkti final i kësaj ju dëgjuat që ishte një produkt që ishte dokumenti Besa. Po. Apo jo? Po. Kjo është pyetja që i kemi vënë bisedës, ai zgjedh Besa Edi Ramës titulli. Sigurisht është tamam, është një këngë e errët e zezë e një mungesë të madhe. Një njeri që i mungon një gjë e madhe, gjithmonë përpiqet ta ketë të flasë. Është një i pabes me popullin shqiptar, i pabes me çdo që rrethon, me çdo që bashkëpunon, me çdo që do të bëj dialog politik etj. Dhe është në përpiqje në mënyrë të shumë të dëshpëruar të kërkojë një gjë që nuk e ka pasur kurrë. Edi Rama është një i pabes, i pashërim dhe i recidivist. E mbyllim të gjë se nuk kemi që kushtojmë më tepër fjalët në këtë kësaj metafore, nga ato shumë metaforat boshe dhe papërmbajtjet e Edi Rama. Po të vemi tek bigjës. Edi Rama thotë është përpjekur të thotë, me përsëri disa herë, dhe ju dëgjuat që u shpreh që kemi fakte, kemi gjëra të mëdha që kemi bërë, por nuk vlen sepse njerëzit duan më mirë. Po. Dhe për këtë gjë unë jam shumë i njohur tesën tënde që të flasim pak sekonda për këtë gjë. Patjetër, po. Dhe detyra e parë që kemi ne është të themi faktet dhe pse shqiptarët duan më mirë. Po të nisemi dhe faktet. Ja gjithë bisedës Edi Rama nuk rreshtoi dhe nuk tha dot një fakt të vetëm që ai ka bërë më mirë. Për çfarë arsye? Sepse nuk ka asnjë gjë të vetme që Edi Rama ka bërë më mirë. Kjo nuk është as pak polemik politike. Kjo është gjuhë analize dhe po bëjmë analizën bashkë. Po marrim momentin e kontaktit parë qytetarit administratës. Edhe ky i pabesi e pranoi dhe tha që kemi administrat korruptuar, shikon nga duart e Robben Lekës, një administrat mizerabël. Po. Të cilin e krijoi ky, jo ashtu sikur se kritikonte paraardhësit e tij, po krijoi administratën e patronazhistëve. Pra, fakti, cili është administratë korruptuar, cili është qytetari? Qytetari ka shumë të drejtë, ndihet i përdhunuar nga një administratë e tillë e korruptuar dhe e mbushur dhe me njerëz të inkriminuar. Iku elementi i parë. Vim të elementet e mëdha të ofrimit të shërbimeve të mëdha kombëtare. Sepse të më falësh të po nuk bie dot në gjuhën e këtij kryeministri mizerabël që të bien vulgaritete. Një përmbajmë analizë. Dy sektorë madhor ka Shqipëria shoqëror. Shëndetësia dhe arsimit. Po. Që të zgjatemi unë dhe ti për të folur për arsimin ku të gjithë treguesit e matur nga Europa, jo nga opozita, janë në ditët e saj dy detyra më katastrofike që nuk mbahet më ndonjëherë. Dhe mi analfabetizëm funksional të tmerrshëm, ku në të gjitha klasifikimet dhe të gjitha gjëra jemi jo e poshtë Europës, jemi poshtë Kosovës dhe Maqedonisë. Kjo është përgjigje e parë. Pra fakti, arsimi, një mizerabilitet, si e gjeti dhe ku e këshuari. Pra, nuk kanë perceptim për më mirë shqiptarët, nuk kanë as atë që kishin. Ecim tutje. Një temë tjetër, sigurisht pak më e lehtë për mua kjo, shëndetësia. Erdhi për të afruar shëndetësinë gratis. Apo jo? Falas, pa lek. Cili është rezultati? Aq para sa jep buxheti i shtetit, 720 milionë euro, më shumë paguajnë qytetarët nga xhepi 750 milionë euro. Pra më i madh është ajo që investojnë qytetarët nga xhepi sesa qeveria. Treguesi më i tmerrshëm i në shëndetësie anë mban botës. Kur ju them anë mban botës, të më besoni, jam i njohur shumë i mirë, po e them pas lloj modestie, më lejoni këtë gjë, për sistemet shëndetësore, nuk e ka si tregues në faqe të dheu. Pra, cili është fakti? Fakti është që gjeti një tjetër shëndetësi me probleme, sigurisht që mbaroni problemet, por qytetarët po kërkojnë së paku atë që kishin, u ahoqi dhe shumë më keq.